Kryetari i Prishtinës përpajrim Rama në mbledhjen solemne të Kuvendit Komunal u betua për ta udhëhequr kryeqytetin edhe për një mandat, duke u zotuar se do t'i ushtrojë kompetencat me nder, besnikëri e në mënyrë të paanshme. Unë përpajrim Rama betohem se do t'i kryej detyrat dhe do t'i ushtroj kompetencat si kryetar i komunës së Prishtinës me nder, besnikëri, në mënyrë të paanshme, me ndërgjegje dhe në pajtim me ligjin në mënyrë që të siguroj kushte për një jetë të qetë për të gjithë. Betimi i tij u duar troket nga asamblistët e LDK-s dhe nga disa asamblistë të PDK-s e partive të tjera, por jo edhe nga ata të vetëvendosjes. Gjatë seancës inauguruese ku u betuan edhe 51 asamblistë të rinj, Rama uroi që mandati i tij i dytë të jetë pa bllokada të kalkuluara politikisht. E dim se mandati i kaluar nuk ka qenë ashtu siç e kanë merituar qytetarët, ka pas bllokada të kalkuluara politikisht, vonesa e pengesa dhe prej tyre më shumti kanë vuajtur qytetarët. Uroj me zemër që në këtë mandat të reflektojmë dhe mos e detyrojmë popullin të dëgjojë diskurse përçarëse, të mos e vendosim qytetin peng të kalkulimeve politike, secili prej nesh jemi të votuar me i shërbyt qytetarëve e jo partive politike. Prandaj e kemi për bërç të bëhemi bashkë e të punojmë, të mos projektojmë kriza artificiale, të mos krijojmë bllokada që e lodhin qytetin, por të punojmë me përgjegjësi të përbashkët për të ardhmen tonë. E asamblisti i vetëvendosjes, Egzon Azemi, përmes një letre të vendosur në tavolinën e kryetarit Rama, ja uroi koalicionin mes LDK-s, PDK-s, AK-s, Nismës dhe PSD-s. Mbi shkrimi pasaj u largua nga asamblisti i LDK-s, Sokol Havolli. Ndryshe kandidatët për kryetarët e Prishtinës, Uran Ismaili, Beg Berisha dhe Jeta Statovci nuk dhan betimin në asamblen komunale, duke u aliruar kështu vendin asamblistëve që kanë qenë në radhë. Në vend të Uran Ismailit vjen antari i radhës Trem Syla nga radhët e subjektit Partisë Demokratike të Kosovës. Në vend të antarit Beg Berisha vjen antari i radhës Yll Bogaj nga radha e subjektit politik të Armenisë të Kosovës. Në vend të antarës Jeta Statovci vjen antari i radhës Jeton Mehmeti nga radhat e subjektit politik Guca. Sa i përket zgjedhjes së kryesuesit të Kuvendit Komunal, shumica partive politike nuk patën një propozim. Vetëvendosje propozoi Sokol Havolli nga LDK-ja, i cili e refuzoi këtë propozim. Pra grupi më i madh parlamentar në këtë rast Lidhja Demokratike e Kosovës, pati rastin të propozoj kryesuesin dhe nuk e propozon, ndërkohë urimin për një koalicion kaq gjigant e mohojnë dhe e largojnë letrën. Për me zbut këtë natë Sokolit, unë e propozoj Sokolin si kryesues të kuvendit. Ta e bëjmë për qëllime tjera dhe nuk mund të shkoj si tillë, sepse unë nuk pranoj të jem në kuadër të propozimeve. Po sigurisht pak e kanë edhe i natin që kanë metë shumë brapa atje. Nuk mund të jem propozim, sepse nuk e pranoj atë. Edhe për ndonjë pozitë, kush e diçka më propozu vetëvendosja, nuk e pranoj. Përderisa propozimi vetëm mbeti ai i lidhjes së Prishtinës, të cilët propozuan bashkëpartioakun e tyre, Femi Kupina. Pavarësisht që ka pasur probleme deri në rajhe mes Femi Kupinës e një asamblistit të LDK-s, Kupina u rizgjat përsëri kryesuesi i Kuvendit Komunal të Prishtinës përmes votimit me vota të fshehta, e në të cilën nuk morën pjesë 12 asamblistët e vetëvendosjes. Me 31 vota pro, 4 kundër e 2 abstenime, ky votim tregoi që mes LDK-s e partive të tjera politike ka një pajtueshmëri, gjë e cila mungoi në fund të mandatit që lan pas. Për këtë proces gëzim sfeqësa thosën në këtë seancë u bë edhe shkelja e parë, pasi nuk ju lejua që të jap një propozim për kryesues. Sapo është bërë një shkelje për shkak se më është mohuar e drejta për të propozuar. Nëse shikoni udhëzimin administrativ mbi zgjedhjen e kryesuesit të Kuvendit Komunal, është shumë i qartë që secili asamblist ka të drejtë të propozojë dikë ose të vetë propozohet.
Unë kisha një propozim, por më muhu kjo. Unë po besoj që këtu janë edhe vëzhgusit nga ana e MAPL-s dhe kjo është mirë të evidentohet. Mos u ankoni pastaj nëse kjo seancë shkollet e parleshme. Kryetari Rama u pa i afërt edhe me ish kandidatin e PSD-s për kryetarit e Prishtinës, tashme asambliste Besa Shahini. Deri tash posati me AAK-n nuk është bërë publike ndonjë koalicion tjetër për bashkëqeverisje në mandatin e dytë të Ramës.